Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Midis besimtarëve ka të atill që e kanë mbajtur beslidhjen me Allahun, kështu që disa prej tyre e kanë kryer zotimin, duke vdekur në luftë për çështjen e Allahut, kurse të tjerët presin, pa ndryshuar asgjë nga besnikëria e tyre. Nuk ka dyshim se Allahu do t'i shpërblej të sinqertët për besnikërinë e tyre e do t'i dënoj hipokritët nëse do, ose do t'u pranoj pendimin. Vërtet Allahu është falës dhe mëshirëplot. Allahu i nzbrapsi o besimtarët e ushtrisë alatëve me zemrimin e tyre, dhe ata dolën duar bosh. Ai u akurseu besimtarëve luftën. Vërtet Allahu është i fortë dhe i plot fuqishëm. Ai i nxori nga kështjellat e tyre idhtarët e librit që ndihmuan ushtrinë e alatëve dhe mbolli frikë në zemrat e tyre, kështu që një pjesë të tyre i vrat dhe pjesën tjetër i zut ropë. Ai u bëri trashëgimtar të tokës, shtëpive dhe pasurive të tyre, si dhe të një toke që nuk e kishit shkelur më parë. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. O i dërguar, thuaj u grave tuaja, nëse dëshironi jetën e kësaj bote dhe shkëlqimin e saj, ejani, unë do t'ju lë të kënaqeni për ca kohë dhe do t'ju lë të lira, do t'ju ndaj në mënyrën më të mirë. Por nëse dëshironi Allahun, të dërguarin e tij dhe botën tjetër, dijeni se Allahu ka përgatitur shpërblim të madh për ato prej jush që bëjnë vepra të mira. O gratë e të dërguarit, ato prej jush që bëjnë ndonjë turp të hapur, do të kenë ndërshkim të dyfisht. Kjo për Allahun është e lehtë. Ndërsa atyre prej jush që binden ndaj Allahut e të dërguarit të tij dhe bëjnë vepra të mira, ne do t'u japim shpërblim të dyfisht e u kemi përgatitur begati të mëdha. O gratë e të dërguarit, ju nuk jeni si gratë e tjera. Nëse i friksoheni Allahut, mos flisni me përktheli, që të mos ju dëshiroj ai që ka zemër epshore, por flisni drejt dhe në mënyrë të ndershme. Qëndroni në shtëpitë tuaja e mos i zbuloni stolit tuaja, ashtu siç zbuloheshin në kohën e padijes. Falni namazin, jepni zeqatin dhe bindjuni Allahut e të dërguarit të tij. O familje e profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta largoj prej jush papastërtinë dhe t'ju pastroj plotësisht. Mbani në mendje ato që lexohen në shtëpitë tuaja prej shpalljes së Allahut dhe urtësisë profetike. Me të vërtetë, Allahu është bamirës i pakufishëm dhe di çdo gjë. Vërtet për muslimanët dhe muslimanet që u nënshtrohen urdhrave të Allahut, për besimtarët dhe besimtaret, për burrat dhe gratë që janë të bindur ndaj Allahut, për burrat dhe gratë që janë të sinqertë në fjalët dhe veprat e tyre, për burrat dhe gratë që janë të duruar ndaj sprovave dhe vështirësive, për burrat dhe gratë që janë të përulur para Allahut, për mirëbërësit dhe mirëbërëset, për agjeruesit dhe agjerueset, për burrat dhe gratë që e ruajnë nderin, për burrat dhe gratë që e kujtojnë Allahun vazhdimisht. Pra, për të gjithë këta, Allahu ka përgatitur falje dhe shpërblim të madh. Nuk i takon asnjë besimtari apo besimtareje të vërtetë që kur Allahu dhe i dërguari i tij vendosin për një çështje, ata të kenë të drejtë të zgjedhin në çështjen e tyre. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai me siguri ka humbur. Ti o Muhammed, i the atij që Allahu dhe ti vet i keni bërë mirësi. Mbaje gruan tënde dhe friksoju Allahut. Në të vërtetë, ti po fshe në vetvete atë që Allahu do ta nxjerrë në shesh. Dhe ti po u friksohesh njerëzve, kur më e drejtë është ti friksohesh Allahut. E pasi Zejdi bashkëjetoi me gruan e vet dhe u nda prej saj, ne ta dham ty për bashkëshorte, në mënyrë që besimtarët të mos ngurojnë që të martohen me gratë e të birësuarve të tyre, pasi ata të kenë plotësuar dëshirën e tyre dhe të jenë të ndarë. Urdhri i Allahut do të përmbushet detyrimisht. S'ka kur farfajsimi për profetin,
kur bën atë që i ka urdhëruar Allahu. Kështu ka qenë ligji i Allahut edhe për ata profet që kanë qenë më parë. Urdhri i Allahut është vendimi detyruar të ndodh, e të cilët kumtuan shpalljet e Allahut dhe i friksoheshin atij e askujt tjetër përveç tij. Allahu mjafton si llogaritës. Muhamedi nuk është babai i askujt prej burrave tuaj, por është i dërguari i Allahut dhe vula e profetëve. Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. O besimtar, përmendeni shpesh Allahun dhe lavdërojeni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Është ai që ju bekon, ndërkohë që engjëjt e tij luten për ju, me qëllim që ai t'ju nxjerrë nga errësira në dritë. Ai është i mëshirshëm me besimtarët. Përshëndetja e tyre, kur ta takojnë atë, është paqe. Ai u ka përgatitur atyre shpërblim bujar. O profet, ne të kemi dërguar ty si dëshmitar, sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues. Njëkohësisht, të kemi quar si thirrës që i fton njerëzit në rrugën e Allahut me urdhrin e tij, dhe si pishtar ndriques. Jepu lajmin e mirë besimtarëve, se Allahu ka përgatitur për ata mirësi të mëdha. Mos i dëgjo mohuesit dhe hipokritët, mos i përfill fyerjet e tyre, dhe mbështetu tek Allahu. Allahu mjafton për mbrojtës. O besimtar, kur martoheni me besimtarët dhe i ndani ato para se t'i prekni, ato nuk janë të detyruara t'ju presin në afatin kohor të caktuar, por jepuni një dhuratë të kënaqshme dhe i ndani njerëzishëm. O profet, ne ti kemi lejuar ty për martesë gratë që u ke dhënë dhuratat e martesës, sklavet që ti ka dhënë ty Allahu si pre të luftës, vajzat e xhaxhallarëve, hallave, dajave dhe tezeve, të cilat mërguan bashkë me ty, si dhe gruan besimtare që u vetë dha për ty, nëse ti dëshiron të martohesh me atë. Kjo të është lejuar vetëm ty, e jo besimtarëve të tjerë. Ne e dim çfarë u kemi caktuar atyre për gratë e tyre dhe për ato që gjenden nën pushtetin e tyre, që për ty të mos ketë fajsim. Allahu është falës e mëshirëplot. Ti mund ta largosh këtë duash prej tyre e të afrosh këtë duash. E nuk është gjuna për ty që ti kërkosh ato prej të cilave je larguar. Kjo është më e përshtatshme që ato të gëzohen, të mos pikëllohen dhe të jenë të kënaqura me atë që ju ke dhënë. Allahu e di çka në zemrat tuaja. Allahu është i gjithdijshëm dhe i butë. Këtej e tutje, nuk të lejohen më gratë të tjera, as të marrësh tjetër grua në vend të tyre, edhe sikur të ma gjeps bukuria e tyre, përveç sklaveve. Allahu është mbikëqyrës për çdo gjë. O besimtar, mos hyni në shtëpitë të dërguarit, përveç rastit ku ju është dhënë leje për të ngrënë, por jo të pritni përgatitjen e tij, ushqimit. Hyni vetëm kur t'ju thërasin, dhe pasi të hani, largohuni. Mos qëndroni pas ushqimit për të biseduar me njëri tjetrin. Kjo me të vërtet e shqetësonte të dërguarin. E ai turprohej t'ju a thoshte këtë, ndërsa Allahu nuk druhet që t'u a thot të vërtetën. Kur të kërkoni prej grave të profetit diçka, kërkojeni prapa perdes. Kjo është më e pastër për zemrat tuaja dhe të atyre. Juve nuk ju lejohet që ta shqetësoni të dërguarin e Allahut, as që të martoheni me gratë e tij pas vdekjes së tij. Kjo është vërtet gjunah i madh para Allahut. Edhe sikur të shfaqni diçka, apo ta fshihni atë, në të vërtet, Allahu di çdo gjë. Nuk është gjuna për ato nëse dalin të pambuluara para etërve të tyre, djemve të tyre, vëllezërve dhe djemve të vëllezërve të tyre, djemve të motrave të tyre, e grave të tyre, si dhe para sklaveve që janë nën pushtetin e tyre. Friksojuni Allahut, se me të vërtet, Allahu është dëshmitar për çdo gjë. Vërtet Allahu e bekon të dërguarin, dhe engjëjt e tij luten për të. O besimtar, lutuni për të, dhe përshëndeteni me selam. Pa dyshim, ata që fyen Allahun dhe të dërguarin e tij, i mallkon Allahu në këtë botë dhe në tjetrën.
ai ka përgatitur për ta ndëshkim poshtrues. Ata që i lëndojnë besimtarët dhe besimtaret, duke i akuzuar për diçka që nuk e kanë bërë, në të vërtet i kanë ngarkuar vetes fajin për shpifje dhe një gjunah të qartë. O profet, thuaj u grave dhe vajzave të tua, si dhe grave të besimtarëve, që të lëshojnë mbulesën e tyre të kokës përreth trupit. Kjo është mënyra më e përshtatshme që ato të njihen e të mos ngacmohen nga të tjerët. Me të vërtet, Allahu është falës dhe mëshirëplot. Në qoftë se hipokritët, ata që kanë sëmundje në zemrat e tyre, dhe ata që përhapin lajme të gënjeshtërta në Medinë, nuk heqin dorë nga veprimet e tyre çrregulluese, ne me siguri do të japim ty, Muhammed, pushtet mbi ta, dhe ditët e tyre në Medinë do të jenë të numëruara. Ata janë të mallkuar kudo që të gjenden dhe do të kapen e do të vriten pa mëshirë. Kështu ka qenë ligji i Allahut edhe për ata që kanë jetuar para tyre. Ti kurse si nuk do të gjesh ndryshim në ligjet e Allahut. Njerëzit të pyesin për orën, kiametin. Thuaj ju, vetëm Allahu ka dieni mbi atë. Kush e di? Ndoshta kiameti mund të jetë afër. Vërtet Allahu i ka mallkuar jo besimtarët dhe ka përgatitur për ata zjarr të flakëruar në të cilin ata do të qëndrojnë përgjithmonë. Aty nuk do të gjejnë as mbrojtës, as ndihmës. Ditën kur fytyrat e tyre do të rrotullohen në zjarr, ata do të thonë, as sikur ti ishim bindur Allahut dhe të dërguarit. Dhe do të thonë, o Zoti ynë, ne ju bindëm Paris dhe e prorëve tanë, por ata na shmangën prej rrugës së drejtë. O Zoti ynë, atyre jepu dënim të dyfisht dhe mallkim të madh. O besimtar, mos u bëni si ata që e shqetësuan Musain. Allahu e çliroi atë nga përgojimet e tyre. Ai është i nderuar në sytë e Allahut. O besimtar, friksojuni Allahut dhe thoni vetëm të vërtetën. Ai do t'ju abekoj veprat tuaja dhe do t'ju afal gjunahet. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, do të arrijë një fitore madhështore. Ne u afruam përgjegjësinë qiejve, tokës dhe maleve, por ata nuk pranuan ta marrin përsipër dhe u friksuan ta pranojnë atë. Kurse njeriu e pranoi, me të vërtet njeriu u tregua i padrejt me veten dhe i paditur për pasojat e kësaj përgjegjësie. Si pasojë, Allahu do t'i dënoj hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët dhe idhujtaret, ndërsa do t'u pranoj pendimin besimtarëve dhe besimtareve. Allahu është falës dhe mëshirëplot. I lavdëruar qoftë Allahu, të cilit i përket gjithçka që ndodhet në qiell dhe në tokë. I lavdëruar qoftë ai edhe në jetën tjetër. Ai është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ai di çfarë hyn në tokë dhe çfarë del prej saj, çfarë zbret nga qielli dhe çfarë ngrihet drejt tij. Ai është mëshirëploti dhe falësi. Jo besimtarët thonë, nuk do të na vijë ora e kiametit. Thuaj ju, po për Zotin tim, me siguri që ajo do t'ju vijë. Ai di të gjitha të fshetat. Ati nuk mund t'i fshihet as një grim, as në qiell, as në tokë. E nuk ka asgjë më të vogël apo më të madhe se ajo që të mos jetë shënuar në librin e qartë. Kiameti do të vijë, me qëllim që ai t'i shpërblej ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Për njerëz të tillë do të ketë falje dhe begati të mrekullueshme, ndërsa për ata që luftojnë kundër shpalljeve tona, duke u përpjekur që t'i pengojnë ato, do të ketë dënim të tmerrshëm dhe të dhëmshëm. Ata të cilëve u është dhënë dituria, e kuptojnë se shpallja që të është zbritur ty nga Zoti yt është e vërteta, dhe ajo të udhëzon në rrugën e të plotfuqishmit dhe të denjit për çdo lavd. Ndërsa jo besimtarët thonë, a doni t'ju tregojmë një njeri që pretendon se kur të shpërbëheni plotësisht e të bëheni pluhur,
Ju me siguri do të rikrijoheni nga e para. Apo trillon gënjeshtra për Allahun, apo është i çmendur. Nuk është kështu, por ata që nuk besojnë në jetën tjetër, do të dënohen dhe janë në humbje të madhe. Vallë, a nuk shohin ata çfarë ka para tyre, e pas tyre, në qiell dhe në tokë? Sikur të donim, ne do t'i fundosnim ata në tokë, ose do të hidhnim mbi ta copa nga qielli. Me të vërtetë, në këtë ka shenja për çdo rob që kthehet i penduar tek Allahu. Me të vërtetë ne i dham Daudit mirësi prej nesh dhe tham: O male dhe zoq, lavdërojeni emrin tim bashkë me Daudin. Ne ja zbutëm atij hekurin dhe i tham: puno parzmore të gjëra, thuri ato me maja të baraspeshuara dhe boj vepra të mira. Pa dyshim, unë shoh çfarë punoni ju. Sulejmanit ne ja nënshtruam erën, me të cilën udhëtimin e një muaji ai e bënte brenda një paraditeje ose një pasditeje. Ne i dham atij një burim të rrjedhshëm bakri të shkrirë dhe gjinde që i bëm të punonin para syve të tij, me urdhrin e Zotit të tij. Këdo prej tyre që largohet nga urdhri ynë, do ta bëjmë që të shijoj dënimin e zjarrit. Ata punonin për atë çfarë të dëshironte, faltore dhe statuja, enë të gjëra si puse dhe kazan të mëdhenj të palëvizshëm. O familje e Daudit, bëni falënderim për Allahun. Megjithatë, pak nga robërit e mi janë falënderues. Kur ne i acaktuam atij vdekjen, atyre nuk u dha shenjë askush për vdekjen e tij, po skrimbit të drurit. Dhe kur u rrëzua Sulejmani, u bë qartë se sikur ta dinin gjindet të padukshmen, nuk do të vijonin në dënimin poshtrues. Vendbanimi i Shebës ishte një shenjë qartë për banorët e tij. 2 kopshte në të djathtë dhe në të majtë të lumit. Ne u tham atyre: hani nga ato që ju ka dhënë Zoti juaj dhe falenderojeni atë. I mrekullueshëm është vendi juaj dhe falës i madh është Zoti juaj. Por ata nuk dënjuan të dëgjonin fjalët tona, prandaj ne lëshuam mbi ta ujërat e digës dhe 2 kopshtet e tyre u azavendësuan me kopshtet të tjera, me fruta të idhta, marin dhe pak xinxive. Ne i dënuam kështu si pasojë mosbesimit dhe mosmirnjohjes së tyre. Vallë, a dënojmë ne tjetër kënd përveç mosmirnjohësve? Midis atyre dhe qyteteve që i kemi bekuar, ne vendosëm vendbanime të dukshme bus rrugës dhe e bëm të lehtë udhëtimin, duke u thënë: udhëtoni të sigurt në përto natë e ditë. Por ata thanë: o Zoti ynë, bëje më të madhe largësinë e udhëtimeve tona. Kështu ata e ngarkuan veten me gjunahe, ne i bëm ata rrofenja dhe i përndam plotësisht. Sigurisht, në këtë ka shenja si mësime për çdo të durueshëm dhe falenderues. Me të vërtetë, hamendja e iblisit për ata u vërtetua. Ata shkuan pas tij, përveç një grupi besimtarësh të vërtetë. Por ai, iblisi, nuk ka pasur kurfar pushteti mbi ta. Ne vetëm kemi dashur të zbulojmë se kush beson në jetën tjetër e kush dyshon në të. Zoti yt është mbikëqyrës i çdo gjëje. Thuaj o Muhammed, thirrni ata që i hyjnë në zonë krahas Allahut. Ata nuk kanë pushtet as sa pesha një thërmie, qoftë në qiej apo në tokë. Por ata nuk ka pjesë as në qiej as në tokë, dhe Allahu nuk ka as një ndihmës nga radhët e tyre. As një ndërmjetësim tek ai nuk bën dobi, përveç se për atë që ai e lejon. Kur t'u hiqet friga nga zemrat e tyre, ata do të thonë: çfarë tha Zoti juaj? Dhe do të përgjigjen: të vërtetën. Ai është i lartësuar dhe i madhërisëm. Thuaj ju: kush ju furnizon prej qiejve dhe prej tokës? Përgjigju: Allahu. Ne nuk mund të jemi që të dyja palët në rrugën e drejtë, ose ju, ose ne jemi në humbje të qartë. Thuaj ju nuk do të pyeteni për atë që kemi gabuar ne,
As ne nuk do të përgjigjemi për atë që bëni ju. Thua ju, ne do të na mbledh Zoti ynë, e do të gjykojë ndërmjet nesh me drejtësi. Ai është gjykatësi i drejtë e i gjithdijshëm. Thua ju, mi tregoni ata që ja vishni atij si ortak. Kurse si ata nuk mund të jenë ortak të tij. Ai është Allahu, një i vetëm, i plot fuqishmi dhe i urti. Ne të kemi dërguar ty, o Muhammed, vetëm si sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues për të gjithë njerëzimin. Por shumica e njerëzve nuk dinë. Ata thonë, kur do të vi ky premtim, kiameti, nëse ju thoni të vërtetën? Thua ju atyre, dita juaj tashmë është e caktuar. Ju nuk do të mund ta shtyni atë e as ta shpejtoni, qoftë edhe për një çast. Ata që nuk besojnë thonë, ne nuk do të besojmë kurse si në këtë Kur'an, as në ato që janë zbritur para tij. Si kur t'i shihje keqbërësit, duke dalë para Zotit të tyre, dhe duke shkëmbyer akuza me njëri tjetrin. Të doptit do të thonë atyre që madhështoheshin. Si kur të mos ishit ju, ne do të ishim besimtar. Ata që madhështoheshin, do të thonë atyre që i quanin për të dobët. Ne ju penguam nga udhëzimi i Allahut kur ju erdhi juve? Jo, por ju jeni keqbërës. Ndërsa të doptit do të thonë atyre që madhështoheshin. Nuk është kështu, ju keni komplotuar natë e ditë, duke na urdhëruar që ta mohonim Allahun dhe t'i shoqëronim atij zotat të tjerë të barabartë me atë. Dhe ata do ta fshehin pikëllimin kur ta shohin dënimin. Ne do të vëmë vargojnë e qafat e atyre që mohuan. A do të ndërshkohen ndryshe, vetë se sipas asaj që kanë bërë. Në çdo vend banim që ne kemi nisur ndonjë të dërguar, ata që bënin jetë luksoze, thoshin, me të vërtet, ne nuk besojmë në mesazhin që keni sjell. Dhe thanë, ne kemi më shumë pasuri dhe fëmijë, prandaj ne nuk do të jemi të dënuar. Thua ju, padyshim, Zoti im i ashton riskun ose ja pakson kujt të doj, por shumica e njerëzve nuk e din këtë. As pasuria juaj, as fëmijët tuaj nuk do t'ju afrojnë më shumë te ne, por vetëm ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, e meritojnë këtë. Ata do të kenë shpërblim të shumë fisht për atë që kanë bërë dhe do të jenë të sigurt në banesat të larta, në xhennet. Ndërsa ata që përpiqen t'i luftojnë shpalljet tona, ata do të dënohen. Thuaj, me të vërtet, Zoti im i jep begati të bollshme kujt të doj nga robërit e tij, dhe ja pakson kujt të doj. Ai u azavendëson atë që e ndani ju. Ai është dhuruesi më i mirë. Ditën, kur do t'i tubojmë të gjithë, do t'u thotë engjëjve, vallë, këta juve ju adhuronin. Ata do të thonë, qofsh i lavdëruar ti o Zoti ynë. Ti je mbrojtësi ynë, jo ata. Ata adhuronin gjindët dhe shumica e mohuesve u besonin atyre. Atë ditë, ata nuk do të mund t'i bëjnë as dobi, as dëm njëri tjetrit. Ne do t'u themi keqbërësve, shijoni dënimin e zjarit të cilin e keni mohuar. Kur ju lexohen atyre shpalljet tona të qarta, ata, paganët e Mekës, thonë, ky Muhamedi është vetëm njëri që dëshiron t'ju largoj nga ajo që etrit tuaj kanë adhuruar. Dhe ata thonë, ky Kur'an nuk është asgjë tjetër veç se një gënjeshtër e trilluar. Dhe kur u vjen e vërteta, jo besimtarët thonë, kjo është vetëm magji e qartë. Ne nuk u kemi dërguar asnjë libër për ta mësuar ata, dhe ne nuk u kemi dërguar atyre para teje asnjë paralajmërues. Ata që kanë qenë para tyre, i mohuan shpalljet tona. Ata ishin 10 herë më të begat dhe më të fuqishëm se i dhujtarët e Mekës. E megjithatë, i quajtën gënjeshtar të dërguarit e mi. Si ka qenë dënimi im ndaj tyre. Thuaj o Muhammed, unë ju këshilloj vetëm një gjë, ngrihuni sinqerisht për Allahun, 2 nga 2, ose 1 nga 1,
E pastaj gjykoni shokun tuaj Muhammedin, që nuk është i çmendur. Ai është dërguar vetëm që t'ju paralajmërojë, para një dënimi të rëndë. Thuaj, çfarë do shpërblimi që mund t'ju kemi kërkuar? Ai qoftë për ju. Shpërblimi im është vetëm tek Allahu. Ai është dëshmitar për çdo gjë. Thuaj, padyshim, Zoti im shpall të vërtetën. Ai është i gjithdijshëm për të gjitha të fshehtat. Thuaj, e vërteta erdhi, kurse e pavërteta është të fshirë e nuk mund të shfaqet përsëri. Thuaj, nëse e humb rrugën, unë gaboj vetëm për dënimin tim. E nëse udhëzohem në rrugën e drejtë, kjo është nga shpallja e Zotit tim. Vërtet ai dëgjon të gjitha dhe është afër. Sikur t'i shihe jo besimtarët kur të friksohen gjatë ringjalljes. Ata nuk do të kenë nga të largohen dhe do të nxiren prej varreve të tyre. Pastaj do të thonë, ne tashmë besojmë. Por si do ta përvetsojmë besimin nga një vend aq i largët, prej kësaj bote ku vlen besimi? Në të vërtetë, ata e mohuan besimin më parë në këtë botë dhe përgënjeshtruan të padukshmen prej së largëti. Një pengesë do të vendoset midis tyre dhe asaj që dëshironin, ashtu siç është bërë me të ngjashmit e tyre më parë. Me të vërtetë, ata të gjithë kanë qenë në dyshim të madh. Lavdërimi qoftë për Allahun, krijuesin e qiejve dhe tokës, pa shembull të mëparshëm, i cili i ka bërë engjëjt të dërguar me nga 2, 3 dhe 4 krah. Ai shton në krijim çfarë të dojë. Allahu me të vërtetë është i pushtetshëm për çdo gjë. Askush nuk mund ta pengojë atë që Allahu ai jep njerëzve nga mëshira e tij, dhe askush përveç tij nuk mund të jap atë që ai e pengon. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. O njerëz, kujtoni mirësitë e Allahut për ju. A ka ndonjë krijues veç Allahut, i cili ju furnizon nga qielli dhe toka? S'ka zot tjetër të denjë për adhurim, përveç tij. Atëherë, si po largoheni? Nëse ata të quajnë ty gënjeshtar, edhe para teje të dërguarit të tjerë, i kanë quajtur gënjeshtar. Tek Allahu kthehen të gjitha punët. O njerëz, padyshim, premtimi i Allahut është i vërtetë. Prandaj mos ju gënjej kurse si jeta e kësaj bote, dhe të mos ju mashtroj djalli për Allahun. Me të vërtetë, djalli është armik për ju, andaj vështrojeni si armik. Ai vetëm i josh idhtarët e vet, që të bëhen shok të zjarit të përflakur. Për ata që nuk besojnë, ka dënim të rëndë, kurse për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ka falje dhe shpërblim të madh. A është ai që veprat e veta të këqija i duken të mira, si ai që është i udhëzuar në rrugën e drejtë? Me të vërtetë, Allahu shpije në humbje këtë dojë dhe udhëzon në rrugë të drejtë këtë dojë. Ti mos e shqetëso veten deri në shkatrim për humbjen e tyre. Allahu është vërtet i gjithdijshëm për atë që bëjnë ata. Allahu është ai që i dërgon erërat të cilat lëvizin rreth. Ne i drejtojmë ato në viset e vdekura, e nëpërmjet tyre gjallërojmë tokën, pasi ka qenë e shkretë. Kështu do të jetë edhe ringjallja. Kush dëshiron lavdi e pushtet, ta di se e gjithë lavdia e pushteti i takojnë Allahut. Tek ai ngjiten fjalët e bukura, ndërsa veprën e mirë ai e ngre vetë. Sa i përket atyre që kurdisin të këqija, ata do të kenë dënim të rëndë dhe dredhit e tyre do të dështojnë. Allahu ju ka krijuar së pari prej dheut, pastaj nga pika e farës, dhe në fund ju ka bërë çifte. Dhe as një femër nuk mbetet shtatzën, e as nuk lind pa dijenin e tij. Jeta e askujt nuk zgjatet, e as nuk shkurtohet pa qenë shënuar në libër. Me të vërtetë, kjo për Allahun është e lehtë. Edhe 2 detet,
llojet e ujit nuk janë të njëjta. Njëri është i ëmbël e i këndshëm dhe uji i pihet me shije, kurse tjetri është i njelmët dhe i hidhët. Ju ushqeheni me mish të njom prej të dyve dhe prej tyre nxirrni stoli që mbani. Shikoni anijet si çajin ujin, ndërsa ju lundroni me to për të kërkuar nga begatitë e tij. Ndoshta ju bëheni falënderues. Ai e bën natën të kalojë në ditë dhe ditën të kalojë në natë. Ai ka nënshtruar diellin dhe hënën, kështu që secili lëviz për një kohë të caktuar. Ky është Allahu, Zoti juaj. Pushteti është i Tij, kurse ata që ju i adhuroni krahas Tij nuk zotrojnë as sa cipa e bërthamës së hurmës. Nëse ju u luteni atyre, ata nuk e dëgjojnë lutjen tuaj, por edhe sikur ta dëgjonin, nuk do t'ju përgjigjeshin. Në ditën e Kiametit, ata do ta mohojnë adhurimin që u bënit atyre. Askush nuk mund të njoftoj ty, o Muhammed, ashtu si ai që është i gjithdijshëm. O njerëz, ju jeni të varfër e nevojtar për Allahun, kurse Allahu s'ka nevojë për asgjë dhe është i denjë për çdo laft. Nëse do, ai ju zhduk dhe sjell krijesa të reja. Kjo gjë nuk është e vështirë për Allahun. Asnjë shpirt i ngarkuar nuk do të mbartë barën e tjetrit. Nëse i ngarkuar i rënd thërret dikë që t'ja mbart, nuk do t'i merret asgjë nga bara, edhe sikur të jetë i afërm. Në të vërtetë, ti paralajmëron vetëm ata që i friksohen Zotit të tyre në fshehtësi dhe që falin namazin. Kush e pastron veten nga gjunahet, në të vërtetë, e ka për dobinë e vet, ndërsa kthimi është tek Allahu. Nuk janë kurse si njësoj i verbri dhe ai që sheh, as errësira dhe drita, as freskia dhe vapa. Po ashtu nuk janë kur të barabartë të gjallët dhe të vdekurit. Allahu bën të dëgjoj këtë doj vetë, kurse ti Muhammed nuk mund të bësh të dëgjojnë ata që janë në varre. Ti je vetëm paralajmërues. Ne të kemi dërguar ty me të vërtetën, për të sjell lajme të mira dhe për të paralajmëruar. Nuk ka pasur asnjë popull që të mos i ketë ardhur paralajmërues. Nëse ata të akuzojnë se gënjen, dije se edhe popujt e mëparshëm i kanë quajtur gënjeshtar të dërguarit që u shkuan atyre, e u sollën provat e qarta, shkrimet të shenjta dhe librin ndriçues. Pastaj unë i dënova mohuesit. Esa i tmerrshëm ka qenë dënimi im. Vallë, a nuk e sheti se si Allahu e lëshon ujin prej qiellit dhe nëpërmjet tij krijon fruta llojesh e ngjyrash të ndryshme. Nëpër male gjenden vija të bardha dhe të kuqe, ngjyrash të ndryshme dhe krejtësisht të zeza. Njerëzit, kafshët dhe bagetit janë llojesh të ndryshme gjithashtu. Në të vërtetë, nga robërit e tij, Allahu t'i friksohen vetëm dietarët, që e dinë se Allahu është vërtet i plotfuqishëm dhe falës. Padyshim, ata që lexojnë librin e Allahut, falin namazin dhe japin fshetazi apo haptazi nga ajo që u kemi dhënë ne, mund të shpresojnë në një tregti që nuk do të humbas. Allahu do t'u plotësoj atyre shpërblimin dhe do t'u ashtoj nga mirësia e tij. Me të vërtetë, ai është falës dhe falënderues. Ajo që të kemi shpallur ty në libër është e vërteta, e cila konfirmon atë që është shpallur para tij. Sigurisht që Allahu i njeh dhe i sheh mirë robërit e vet. Pastaj ne u dham librin robërve tanë të zgjedhur, nga ndjekësit e Muhammedit. Disa prej tyre i bën dëm vetes, duke bërë vepra të ndaluara. Disa janë në rrugë të mesme, duke kryer detyrimet dhe duke shmangur të ndaluarat. Ndërsa disa, me lejen e Allahut, shkojnë përpara me të mirat për te detyrimeve. Kjo është dhuntia e madhe. Ata do të hyjnë në kopshtet e Adnit, të stolisur me bylyzik ari e margaritar, dhe veshja e tyre do të jetë prej mëndafshi. Pastaj do të thonë,
Lavdia Allahut, i cili e ka larguar hidhërimin nga ne. Vërtet Zoti ynë është falës dhe falendërues. Është ai që me mirësinë e tij na ka pranuar në shtëpinë e banimit të përhershëm, në të cilën nuk do të lodhemi e nuk do të mundohemi. Për jo besimtarët është përgatitur zjarri i xhenemit, ku ata nuk do të vdesin, dhe as që do t'u lehtësohet dënimi. Ja, kështu ne do t'i dënojmë mosmirnjohësit. Atje ata do të thrasin: O Zoti ynë, nxirrna se do të bëjmë vepra të mira, e jo nga ato që kemi bërë. Atyre do t'u thuhet: Vallë, a nuk ju azgjatëm jetën, aq sa mund të mendohej ai që donte të kujtonte Allahun. Madje, juve ju erdhi edhe paralajmëruesi. Andaj shihoni dënimin. Keqbërësit askush nuk do t'i ndihmojë. Vërtet Allahu e njeh të fshetën e qiejve e të tokës, dhe e di mirë çka në zemrat e njerëzve. Është ai që ju ka bërë trashëgimtar në tokë. Kush nuk beson, do të mbajë barën e mohimit të vet. Mosbesimi u shton jo besimtarëve vetëm urrëtie para Zotit të tyre. Mosbesimi u sjell atyre vetëm humbje. Thua ju: vëreni idhujt që ju i adhuroni krahas Allahut. Më tregoni çfarë kanë krijuar ata në tokë. A kanë marrë gjë pjesë në krijimin e qiejve? Apo ne u kemi dhënë idhujtarëve një libër ku kanë prova për idhujtarinë që bëjnë? Nuk është kështu, por keqbërësit i premtojnë njëri tjetrit vetëm mashtrime. Me të vërtet, Allahu mban ekuilibrin e qiejve dhe të tokës, që të mos shkatrohen. Kur ato nisin të shkatrohen, askush nuk mund t'i mbrojë post tij. Me të vërtet, ai është i butë dhe falës i gjunaheve. Ata, paganët e Mekës, janë betuar solemnisht për Allahun, që nëse u vjen ndonjë profet paralajmërues, ata do të ndjekin udhëzimin e tij më shpejt se çdo popull tjetër. Por kur u erdhi paralajmëruesi, vetëm s'u ashtoi largimin prej rrugës së drejtë. Ata u sollën me mendjemadhësi në tokë dhe me dredhi të shëmtuara, të cilat godasin vetëm atë që i bën. Vallë, a presin ata diçka tjetër, veç asaj që goditi popujt e mëparshëm? Vërtet ti nuk mund të gjesh ndryshim ose shëndrim në ligjet e Allahut. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata në përbot për të parë se si ka qenë përfundimi të mëparshmëve, të cilët kanë qenë më të fortë se këta? Allahut nuk mund t'i shpëtojë asgjë, as në qiej, as në tokë. Ai është vërtet i gjithdijshëm dhe i fuqishëm për çdo gjë. Sikur Allahu t'i dënonte njerëzit sipas veprave që bëjnë, nuk do të mbetej në sipërfaqen e tokës asgjë e gjallë. Por ai i shtyn ata deri në afatin e caktuar, dhe kur të vijë afati i tyre, ata do ta dinë se Allahu i mbikëqyr mirë robërit e vet.